Kamarier më thot muaj. Kamarier me qizë me vajta një, i tha jo me qizë me s'duhet. Nga jeni juve, nga vini? Nga Berat. Se vjet në Durrës? 18 vjet. Në Llaç kam unë për ditë. Po, fëmijët e tu, sa fëmijë ke? 3 fëmijë. Mbaroj njëri për mjekësin, ka iku në Amerikë. Tjeta mbaroj për mësuse, është në punë, vend punë. E të burrat janë dyja. Çuni mbaroj tani për bioteknologji, s'ka vend punë, kam e 10 komplet, i kam bërë me master me të gjitha. Bën praktik, po bën 8 muaj në spital pa lek. Punon pa drejt rroge. Dhe juve të dy prindrit vini këtu te zyra e punës çdo muaj? Po, çdo muaj. Do le i kanë Allah që tani unë, i ka fshera se miqtë ato 7.000 lekë muaj. Pro agrohen të. Nga Berati në Durrës, e mendonit që në Durrës do gjeni këto kushte? Erdhëm për fëmijët se s'kishim shkollë atje. Realizova fëmijët, i çova në shkollë, jam i tërë tani, le të vuajnë vetë, le të bëjnë llaç, se kam problem. Ne thonë që dolën fëmijët në dritë. Po. Për fëmijët erdha, vetë isha mirë atje. Me ja gomajnë musha me dru atje, vija në darkë shtëpi, gjumë, ngrisha mëngjes i ka prapë. S'kjo as punë as gjë. Këtu po na del shpirti. Me llaç tëra pallatet ne i kemi që kemi ardhur që ndjen në fshatrat. Edhe ti je pa pension. Çap ku ka? Jo, as figurojnë fare emër pensioni. 65 vjeç do vdesim ose. Kështu është dhënë urdhri. Sepse gruaja s'ka punuar, edhe është pa pension, edhe ti? Gruaja ka të pushkatuar në Enver Hoxha. Edhe ku e mora fshera se s'do të ma jepte. Është armik populli thoshte. Edhe tani që juve po arrini moshën e pleqërisë, prap mbeteni pa pension, se nuk... Jo, s'ka pension. S'kemi pension. 18 vjet pa pension jam. Atje kam ato vite të kooperativës. Vallai, unë tani në atë kohë kur doja të vazhdoja shkollë nuk më lajën Enver Hoxha. Edhe për mua tani nuk e di, nuk shoh asnjë punë të përshtatshme, sepse nuk jam e aftë për shembull nga shëndeti me fjalë fizikisht të bëja çdo lloj pune. Punë mendore, që unë isha shumë e aftë, në atë kohë kam ngel gjithë jetën, nuk kam punuar, më kam mbajtur burri. Edhe jam pa pension, pa asnjë lloj të ardhme. Kam qenë e përndjekur politike, kam statusin e të përndjekurit politik, aman asnjë lloj fitimi s'kam pasur dhe nuk kam asnjë shpresë për jetën time. Të mesme bujqësore më la vetëm në verin atë kohë. Shkova në gjimnaz 1 muaj edhe më hoqi, sepse këshilli i fshatit nuk më dha vërtetim që të vazhdoja gjimnazin. Vetëm bujqësore të mesme, me shkolla me nota të përkryera, me 10. Aman aq që u martova. Pasaj në kooperativë s'kam punuar, sepse nuk më ofrohej, unë kam vojtë edhe nga smundje, shumë kam hernie diskale. Edhe nuk më ofrohej puna për shembull që unë të bëja një punë që doja unë. Sepse ishte ajo paragjykimi i ne të përndjekurve në atë kohë që këta ashtu bëjnë ose nuk u jepet ndihma, edhe unë gjithmonë e aftësisha për punë dhe rrija në shtëpi, rrisja fëmijët. Mbas shumë vitesh, mbas 90-s vërtet, siç më doli statusi të përndjekurit, më doli shkolla. Aman unë atë kohë isha 45 vjeç, kisha fëmijët e vegjël, nuk mundet që të vazhdoja shkollë. Edhe ngela kështu gjithë jetën, tani pa punë. Pse vjet e zyra e punës? Më shumë për shëndetin që vuaj nga shëndeti dhe të pak të mos e paguaj ato.